Dhe vim te Abu Bakri radiallahu anhu. Një njeri i cili, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse marrmi imanin e Abu Bakrit me një anë dhe imanin e ummetit në anën tjetër, do t'ja kalon Abu Bakri ummetit komplet. Dietarët thonë për këtë hadith, sepse shumica e sahabëve janë bë musliman në dorën e Abu Bakrit. Dhe është përhap Islami prej atyre sahabëve dhe kretë ata që kanë hinë në fe ka hise Abu Bakr as-Siddiku radiallahu anhu në islamin e tyne dhe në sevapin e tyne. Dhe këtë rezulton që nuk ka mundësi dikush me qenë më i mirë se Abu Bakri, për shkak se shumica prej tyne janë bë musliman në durët e Abu Bakrit. Abu Bakr as-Siddiku kur është bë halife muslimanëve, ka qenë një gru me një fëmijë të mitur dhe ka qenë e verbërt, ka qenë e lodhur, ka qenë e smut. Abu Bakri ende pa u fal namazi sabahut, shkonte, ja përgatite ushqimin, ja fshike shtëpinë, ja pastronte teshat, jepte ushqim me hangër edhe leviste. Omer radiallahu anhu e shef një ditë dhe i thot, sot do të përcjelli Abu Bakrin se çka është duke bë. Dhe kur e përcjell mrapa Abu Bakrit dhe shkon te ajo shtëpia, Abu Bakri veç ka lëviz prej saj. Po i thot Abu Bakr, nuk ka mundësi askush ty me ta kalon këtë dunja me asnjë vepër të mirë. Do thot khalife muslimanëve, kryetari i muslimanëve, zavenci Rasulullahit alayhi salatu wasalam, ai i cili ka shku edhe ka pastruar shtëpinë e kësaj plake. Mirë po, ta njerëz të mëdhaj nuk ka pas të ta në zemrën e tyne as haset, as xhelozi, as ignorancë, as mendjemasi, as paramendime, as mendime të këqija për të tjerët. Ta kanë qenë burra të mëdhaj, ta kanë qenë njerëz të cilët Allahun e kanë adhuruar shumë. Mirë po nga mendjemasia ju largu, sepse mendjemasia është ajo e cila ty të çon në xhenem. Dhe njeri me mendjemasi, ai është edhe i urrejtun, Zoti e urren. Edhe pejgamberi e urren. Edhe ulemat njerëz e urrejnë. Edhe njerëz të shtresat sikur ne nuk i dojmë, sepse është mendjemadh. Dhe mendjemadhi nuk ka vend as këtë dunja as në ahiret, vetë se shejtanin e ka mik, edhe ka shok, edhe ka këshillues. Neve pejgamberi alayhi salatu wasallam na thot el mu'minuna nasaha. Muslimanët, besimtarët janë këshillues. E këshillon njëri tjetrin. Pse këshillon njëri tjetrin? Që mos t'i kaloj kufit e mendjemasisë, mos ka mendjemasi, mos ka xhelozi, mos ka inati, mos ka gjanat të cilat janë prezent në mesin ton. Dhe ai që është musliman i mirë e këshillon dikon me të mirë dhe largon nga ajo e keqe. Dhe Hasan el-Basriu kur spjegon një herë para nxënësve të tij dhe tregon njeriu e fundit që do del prej xhehenemit, thot: o Allah që po të lutna, ama mundson që unë me qenë qaj. Nga frika që nuk do del prej xhehenemit kur. Dhe kush ka qenë Hasan el-Basriu? Çfarë dietar i madh, çfarë hoxhe i madh, çfarë alimi, çfarë njeriu që ka pas Zotin Dhul Xhelal në zemër e në shpirt, e ka adhuruar Zotin natën dhe ditën. Dhe Imam Shafiu e ka thënë një fjalë të bukur, thot: i du njerëz të mirë, uhibbu salihin wa lastu minhum. I du njerëz të mirë, po s'jam prej tyne. Ama ju urrejt njerëz të këqij, ama unë jam mesin e tyne. Ai i cili ka liftu me nefsin e tij, ai i cili ka liftu me shpirtin e tij, mos më bë mendje madh. Dhe njerëz të cilët janë sa më afër Zotit, janë aq më larg shejtanit dhe janë aq më larg mendjemasisë. Sa njerëz që janë më larg Zotit, janë më afër shejtanit dhe më afër mendjemasisë. Dhe njerëzit e mëdhaj kur njëherë nuk kanë mujt me pas mendjemasi,